Në Këshillin Bashkiak të Selenicës, të majtët të djathtë kundërshtuan një zëri bashkimin me Vlorën. Me 19 vota ata shfaqën qëndrimin e tyre të unifikuar, sa i takon propozimit të Partisë Socialiste për shkrirjen e Selenicës. I pranishëm në mbledhje ishte edhe kryebashkiaku Ercil Bellaj, i cili renditi treguesit ekonomik që justifikojnë qëndrimin e Selenicës si bashkim e vete. Do t'i bëja thirrje të gjithë deputetëve që kanë mbushur trasat me vota dhe kanë vajtur në karriket e tyre, të cilët rrinë në heshtje dhe mund të jenë dhe ata shkaktarët që ndodhin këto histori. Sepse kur përplasen altarët, shelmet i pinë gomarët. Jemi shumë të indinjuar nga këto që dëgjojmë për reformën territoriale 2.0. Ka marrë pjesë në dëgjesën publike që komisioni ka zhvilluar në qytetin e Vlorës te Pallati i Kulturës dhe në asnjë moment nuk kam dëgjuar që Bashkia e Selenicës duhet shkrihet nga të gjithë përfaqësuesit dhe të gjithë qarkut. Kërkojmë nga deputetët e gjithë qarkut të Vlorës, pa përfaqësi politike të mëdha apo të djathtë, të marrin pjesë në dëgjesat publike që do zhvillohen në Bashkinë e Selenicës. Shërbimi duhet jetë sa më afër qytetarit, sepse Bashkia e Selenicës është një bashkim me 47 fshatra dhe me ishtrirje shumë të madhe, që nuk mundet, nëse ne bashkohemi me Vlorën, qytetarët e bashkisë tonë nuk do marrin dot as shërbimin më minimal. I bëjmë thirrje deputetëve vullnet Sina, Demir Gjiknuri, Buja Leska që janë dhe nga zona jo. Ne kupton? Ata e kanë në dorë fatin e kësaj bashkie. Edhe ta kundërshtojnë, dalën publikisht që ne jemi kundra dhe do votojmë kundra. Këshilltarët deklaruan se do ta kundërshtojnë deri në fund këtë projekt, duke e cilësuar si një vendim që dëmton përfaqësimin dhe interesat e banorëve të zonës. Në po të njëjtin qëndrim është shfaqur publikisht edhe deputeti socialist Vullnet Sinaj. Megjithatë do të shihet nëse të majtët do të tërhiqen nga propozimi fillestar për hartën administrative territoriale, pas përfundimit të procesit të konsultimit. Kundër propozimit për hartën e re doli edhe Këshilli Bashkiak i Divjakës, i cili kundërshtoi bashkimin me Lushjen. Edhe në Mariq, shumica e këshilltarëve bashkiak u shfaqën kundër idesë së bashkimit me Korçën.